7 marsi mbetet një ditë e veçantë dhe për mësuesit e dalë në pension, për ata të cilët kanë dhënë ndër vite një kontribut të vyer për brezin e ri dhe mbi të gjitha i kanë dedikuar jetën arsimit. Në këtë ditë të veçantë kemi patur kënaqësinë të takojmë disa prej tyre. Zenepe Mustafaraj, sot 72 vjeç, por një pjesë të jetës së saj ja ka dedikuar arsimit. 40 vite ka qenë e përkushtuar në arsim, 15 vite si mësuese dhe më pas si drejtuese një prej shkollave të qytetit. Sot e dalë në pension, Mustafaraj i kujton vitet e mësuesis si tepër të mrekullueshme. Sipas saj, brezi i parë i mësuesve nuk e kishte synimin e tyre tek ajo se çfarë do të merrnin, por se çfarë kontributi do të jepnin për brezin e ri. Kam punuar gati 40 vjet. 25 vjet kam qenë drejtore shkolle. Kam punuar në gjitha shkollat e Vlorës, edhe jashtë rrethit. Siç punonin mësuesit në atë kohë, me një përkushtim dhe devocion të papar për nxënësit. I doni me shpirt, kam dhënë fizik, matematik. Kështu që gëzuar 7 marsin për të tërë arsimtarët e Shqipërisë. Kam punuar me përkushtim dhe devocion të papar. Jesh e vlerësuar sot? Pensioni i vogël është, po megjithatë prap i mjaftueshëm për ne. Hajde, s'ka gjë, vetëm Shqipëria të jetë mirë. Të kanë kujtuar nxënësit sot? Gjithmonë. Për sot. Jo, tani familjarët e mi, fëmijët e mi, unë i marr për ditë mesazhet. Sa i shikoj dhe aty në lagje kudo, me shumë dashuri më takojnë. Kështu që jam e shpërblyer në këtë drejtim. Kjo s'ka qenë punë, ka qenë mision. Ne ishim shumë të përkushtuar. Nuk pyesim për sa merrnim, po pyesim për sa jepnim. Tani e shikoj që arsimi ka rënë. Nuk kanë nxënësit më përkushtim për mësimin e respekt të madh për mësuesin. Nuk kanë më përkushtim për dijen. Më shumë nga kjo elektronika. E kanë mendjen aty, nuk duhet të vihet në shina më të drejta arsimi. Nuk është mirë. Nga do festos. Ja kam dalë me këtë kushërinë time të dalin mirë. Shëtitje, unë kam mbi 15 vjet që kam dalë në pension. Piro Metaj, mësues prej 13 vitesh në shkollën e fshatit Kuç. Megjithëse në një shkollë fshati, ai e përshkruan karrierën e tij si tepër të veçantë. Larg Vlorës, mësuesin e sheh si profesion të shenjtë. Metaj tregon se megjithëse jepte matematik në orën e mësimit, alternonte edhe aktivitetet kulturore. Sot në këtë ditë të veçantë nuk e kanë haruar nxënësit e tij, të cilët i kanë dërguar mesazhe urimi. Veç nxënësve nga ana e pushtetit tregon se ndihet i pavlerësuar. Unë kam qenë mësues në Kuç të Kurvelesht, ka qenë shumë e mirë. Kam mbetur shumë i kënaqur me punë kur kam vajtur. Kur kam vajtur në labori kam vajtur 23 vjeç. S'kisha qenë në zonën e lumit të Vlorës, kisha qenë kote poshtë. Pas dhe laborin, u përshtata shumë mirë aty, ndonjë 13 vjet me gjithë familjen. Më vlerësuan dhe ata. Sot mbetem shumë i kënaqur, sepse më urojnë nxënës, kolegë, ish nxënësit e mi, një nxënës im është bërë pedagog në Universitetin e Michiganit në Amerikë. Më shkryti që mëngjes, që gëzuar profesor festën edhe kështu. Nuk të harojnë? Nuk më harojnë, përkundrazi. Unë kam qenë dhe një mësues dhe i humorit, sado i kam qenë për matematikë, po merresha me aktivitetet kulturore artistike të shkollës. I uroj gëzuar festën gjithë mësuesve, ish kolegëve dhe atyre. Është puna më fisnike që është mbi tokë dhe puna më e pavlerësuar. Më e pavlerësuar. Pa edhe pak se ti e shikon. Po. Për ta përmbyllur të brezin e ri sot. Si brezi i ri nuk është ka shumë për të dëshiruar. Kam një kritik dhe kritikën e kam shumë tash. Asnjëri nuk lexon, asnjëri atëre ne në atë kohë nuk themi se kemi qenë gjeni, por ne ato vepra të realizmit socialist, dhe paktën që i kishim detyruar. 36 vite si mësuese në shkollën 15 tetori, Violeta Rakipaj e feston këtë ditë si pjesë të sistemit arsimor. Për të, mbetet një ditë e veçantë e cila kujtohet edhe nga mesazhet e nxënësve, të cilët nuk e kanë haruar as sot pas shumë vite që ka dalë në pension. Një mesazh ka për brezin e ri, nxënësit apo dhe mësuesit e sistemit arsimor, të cilëve i bën thirrje t'i kushtojnë më tepër vëmendje mësimdhënies. Jam Violeta Rakipaj, jam pensioniste, kam dalë në pension, jam mësuese, kam qenë mësuese te 15 tetori, kam punuar 36 vjet mësuese, vitet më të bukura, profesioni më i bukur që ekziston. Më pëlqen shumë. Jo, në fillore kam qenë, mësuese në fillore. Si ka qenë ai brez në atë kohë? Ai brez ka qenë i shkëlqyer, kemi nostalgji për atë shkollë, për atë punë që kemi bërë me shumë pasion,
Uroj që këta mësues të ri të punojnë me atë pension që kemi pas punuar ne. Uroj gjithë mësuesit ta gëzojnë festën e 7 marsit. Sot kam dalë për të festuar. Si ndihesh? Ke marrë ndonjë mesazh urimi që në mëngjes? Që në mëngjes i kam marrë urimet. Përveç shoqërisë, po dhe nga nxënës kam marrë urime. Jam shumë e lumtur. Arsimi nuk është si në kohën tonë, me ato rregulla, me ato që kemi punuar ne atëherë, me atë punë, me atë dëshirë të madhe që punonin mësuesit. Tani nuk është ajo. Më vjen keq për këtë. Je ndjerë e vlerësuar dhe ndjesh e vlerësuar tani Po, me profesionin që ke patur? Ndjehem shumë e vlerësuar, shumë krenare për punën që kam bërë. Vlerësohem edhe nga nxënësit e mi, gjithë mësuesve, kush ka dalë në pension, ta gëzojnë pensionin, edhe të punojnë sa më shumë të mësues të rinj. Me 10 mësuesi qytetit të Vlorës dhe jo vetëm, megjithëse janë shkëputur nga sistemi arsimor për të dalë në pension, japin kontributin e tyre në përmirësimin e arsimit në qytet, pavarësisht se larg sistemit, ide dhe eksperiencat e tyre kurdoherë mbeten të vyera.